Ashtu ishte Dotra Dita. What? Kujtoni se është dasëm shqiptare, dasëm përversësh. Kush ishte ndasëm? Kamala Harris që dihet problemet e të shoqit. Hillary Clinton dihet. Ky vet bashkëshortja martuar 13 më parë, vet ka një familje të shkatruar. Pra janë një çift që nuk përfaqëson asnjë vlerë nga familja, të cilat përfaqësohen nga djatët. Megjithatë kjo është gjë private. Unë dua që kryeministri i vendit tim kur të vi këtu të shikojë në sy zyrtar amerikan. Të shkojnë në departament. E ka pas edhe nano. Nga informacioni juaj nuk ka takuar askënd zoti Papa? Ta ha mendja ty se të kishte takuar, nuk do na qenë nxjerr foto. Nuk ka qenë hiç në Washington, nuk ta kam thënë me kohë. S'ka qenë, s'ka pa. Ai mund të ketë ndëruar një takim me Kushnerin, një vajtje në Mar-a-Lago, një telefonat, janë të gjitha këto. Dhe ndërkohë kur Kurtit i thonë thank you nga State Department, apo atit të Maqedonisë Veriore, asgjë për Ramën. Ndërkohë që unë e di që ky do ishte gati priste edhe 50.000 emigrant për një telefonat apo një fotografi. Nuk po e pyesin fare. Ti jap dhe një lajm të keq. Megjithëse tani do të jetë në avion. Vajza Lasivitës, Victoria, është drejtoresh komunikimi në White House. Po ta bëjmë personale për zotin Ramë. Kjo na i komplikon pak sa situatën. Jo, po nuk ja. Shteti këtu nuk funksionon si Shqipëri, nuk është me Belindat me ata që ka ai, po ja them sa për t'i krijuar një ide. Po, zoti Papa, është marrë shumë Lasivitën. Ore fakti është departamenti i shtetit nuk të shikon si faktor. Unë pata një pyetje që përse kur vjen në vizitë private ke mbrojtjen e Secret Service. Dhe ja kërkova një gazetarit të madh, Bill O'Reilly. Me ligj mbrohet në Secret Service çdo kryeministër apo ish lider i huaj që vjen në Amerikë. Por ka 3 mbrojtje. Një që drejtohet nga presidenti për të mbrojtur një kryeministër që vjen, një që drejtohet nga departamenti i shtetit, nga sigurimi diplomatik, dhe e treta, them për këtë, nga thesari, departamenti i thesarit, ku drejton një open gates ose sekretar dhe ish ortak i Soros. Por pranuar skandaloze që të shpenzohen nga dollarët amerikanë për vizita private. Por nuk është ky vetëm. Përpara 2 javë ka qenë Mitsotakis, që nuk erdhi tek ajo darka dreka madhe e BE-s në Tiranë, ishte këtu sepse diplomoi i biri. Me vese janë shumë lider botror, por si ky vini unë nuk kam parë. Në këtë kohë Irani ka bërë sulm kibernetik ndaj nesh, ka pasur fakte të inteligjencës që ka dashur të bombardojë me dron mujahedinët në Shqipëri, çka rrezikon ne, Shqipërinë do të ishte diçka e çmendur, sepse jemi vendi i NATO-s, por tani ajo të llat janë dëshpëruar mund bëjnë çdo gjë. Dhe ti rri akoma rrugëve të Manhattanit në kërkim të asaj që quhet dark money, takohesh me oligarkët e tu këtu, kur vendi është përballë si të gjithë vendet e NATO-s. Kto i cilëson vese? Kto cilëson si vese? Janë tjera gjëra, e dim çfarë vese është ai. Ai urren Shqipërinë. Nga 12 vjet, po t'ja bësh janë disa vite që erdhi jashtë. Zotëri e votuar drejtori i vendit. Po. Bëj punën tënde. Prej kohësh flet për një dosje përvluese që do hapin amerikanët për kryeministrin Rama. Nuk ka çfarë të hapin amerikanët, dosja është, nuk është mbyllur. As dosja me foton e Obamës, krim federal nuk është mbyllur. As dosja me Ganigal, është rihapur dosja nga e para e me Ganigal. Janë 8.000 faqe. Dhe çfarë do të sjell kjo? Pse mendon që do të shkojë deri te kryeministri Rama? Ato e departamenti i drejtësisë dhe ata që e ndaluan përpara 2 vjetësh në JFK. Po, rasti me Ganigal është gjykuar, pse nuk ka shkuar që në fillim në Shqipëri apo te kryeministri Rama? Atëherë pse po hapet dosja nga e para, kur është gjykuar? Ka dhëna të reja. Me ligjin amerikan, kur ka dhëna të reja hapet. Dhe po hapet dosja për lidhjet me Rusinë. Duçka ka kërkuar puset për oligarkët rusë me Ramën. Është i ndërlikuar me Rusinë, nuk është aq e thjeshtë. Dihet që janë 4 takime të përgjuara, Rama është i ndërthurur keq te dosja me Ganigal. Dëmet me miliona dollar janë bërë në Shqipëri. Dumani ka mbajtur 6 orë nezën, kur të mbaj 6 orë në SPAK, pra dhe Dumani duhet di shumë. Tani që Rama është i korruptuar, mund t'ja bësh pyetje edhe një fëmijë dhe nuk thotë dot jo.
Zoti Papa, të përshëndes. Gjithashtu. Faleminderit. Mos e tremni me vajzën e arçivitës, ta thash si fakt. Qartë. Nëse qëndron si fakt, duhet konsideruar, apo jo? Jo, fakti është ajo është drejtoresha e komunikimit, por nuk vepron Amerika si E kuptova. funksionon në Shqipëri. Qartë. Megjithatë, kur lufta bëhet personale, Qartë. Falenderoj, përshëndes. Edhe një herë një shkëputje shkurtër, publicitare, do të rikthehemi, flasim patjetër për luftën Izrael-Iran, por jo vetëm, edhe zhvillimet tjera në botë.